Kam bashkëjetuar me atë një 2-3 muaj. Kisha besim ke ai, më kupton? Po dua sa të mam emrin tënd, ta. Edhe me burrin kam debate sa herë për këtë gjë. Se unë jam rome dhe ai nuk ishte rome, kupton? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të hap dritaren për një 38 vjeçare, e cila quhet Esmeralda Lushnja. Nëna e 4 fëmijëve, në fakt kanë ardhur nga 2 marrëdhënie të ndryshme. Fëmijët, 2 nga bashkëjetesa e parë dhe 2 të tjerë nga bashkëjetesa e dytë, por me burrin që u martua zyrtarisht, ajo nuk solli një jetë fëmijë, qëndroi vetëm 6 muaj dhe më pas ai u largua dhe ajo ka 7 vite që ka humbur çdo kontakti me bashortin e saj ligjor. Por çfarë ka ndodhur në historinë e kësaj 38 vjeçare? Unë hap dritaren dhe ftoj zonjën Esmeralda. Esmeralda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe ti. Unë jam nga Durrësi, po jam e martuar në Fier të Roskovetit. Unë e lexova mesazhin. E lexova me vëmendje mesazhin që më dërgove ditën e sotme dhe kërkove që të ishe këtu në live me Odetën. Çfarë problemi keni? Shiko tani, unë dua të sqaroj nga fillimi situatën se si ka qenë. Po. Unë kam qenë e martuar, por kam qenë më e re se tani jam 38 vjeçe. Po. Kam qenë e martuar, kisha 2 fëmijë. Një vajzë, një djalë. Po. Probleme familjare, unë dava nga i bashkëshorti, po s'kisha cilibri me atë. E qartë, ke pasur një bashkëjetesë? Po, kisha 2 fëmijë, unë dava, pastaj u martova mbas 7 viteve, u martova me tjetrin, me këtë që kam sot. Po në atë kohë kur linda fëmijën e parë me atë, vajzën e parë, unë dava edhe nga ky. Ndejta një goxha e ndarë, kisha vajzën 4 vjeçe, 5 vjeçe, unë dava, dhe pastaj u lidha me një çun, ai ishte nga Shkodra. Edhe më tha që do jetojmë bashkë. Ai ishte, nuk e di sa vjeç ka që nuk të mbaj mend, moshën. Më i vogël? Kam jetuar me atë ja 5-6 muaj. Më i vogël apo më i madh se ty? Jo, më i madh nga unë ka qenë, më i madh, po. Kam bashkëjetuar me atë një 2-3 muaj. Po. Pastaj më ka thënë që dua tha të vetë cilibri me ty. Në rregull, thash unë. E kupton? Nuk i dija idetë e atit se si i kishte problemet, nuk më kishte treguar asnjëherë problemet e atit personale, nuk më kishte thënë asnjëherë gjë. Okej, pranova të jepja të bëja cilibri me atë, më kërkoi mbiemrin tim. Pas 2 bashkëjetesave të dështuara, ti ishe nëna e sa fëmijëve, pa e njohur partnerin e tretë. Sa fëmijë kishe? 2 i kishe nga bashkëjetesa e parë? Po, edhe një kisha nga i dyti që e kisha marrë. Nëna e 3 fëmijëve. Dhe para 5 muajve ti u njohe me një djalë nga Shkodra. Po. Me partnerin tënd të tretë, si u njohe? U njoha në një lokal që dilja me motrën për të pirë kafe, aty u njoha me atë. Më kërkoi numrin e telefonit, i kam dhënë, kemi folur në telefon, më kërkoi për kafe, dolëm pirëm kafe. Pastaj më tha që dua të bashkëjetojmë, tha nëse ke dëshirë, thash në rregull, e kupton? Por ai vinte nga një martesë e dështuar, ai ishte bër baba? Jo, ai s'ka qenë i martuar. Nuk edhe për këtë nuk jam shumë e sigurt se nuk më ka thënë asnjëherë. Ishte beqar? Po, beqar më thoshte që jam beqar. E qartë, ai të pranoi ty me 3 fëmijë? Po, fëmijët unë heri mbaja unë, heri mbante i lija dhe te mamaja, të 2 të parët i lija te mamaja më shumë, i mbante mami im. Kurse këtë të tretën e mbaja unë. Nga marrëdhënia e dytë, po? Po. Ndejta me atë 5-6 muaj, më kërkoi, tha do bësh atë cilibrimin me mua, tha, ke dëshirë, thash unë, në rregull. Po dua tha të mam mbiemrin tënd, tha. Mirë, thash unë, më është dakord se nuk e kuptoja se ku e kishte problemin. Vajtëm bërëm cilibrimin, më kërkoi mbiemrin, ja dhash mbiemrin tim. Por juve martesën ku e bët?
vajta edhe në Shkodër, ke gjenja civile atit, edhe në Durrës, se unë jam e lindur nga Durrësi, jam vajzë nga Durrësi. E qartë, e kuptova. Por në momentin që ai të kërkoi të bëje celebrimet dhe të merrte mbi emrin tënd, se kuptohet arsyeja pse ai ta ka kërkuar këtë gjë. Ti kur vajte në Shkodër, ai të prezantoi me familjen? Jo, nuk më ka prezantuar me familjen fare, se unë rria me qera me atë në Durrës. Por ty nuk të bëri përshtypje që pse ky partner nuk të prezanton nënën dhe babain? Nuk më ka bërë përshtypje sepse unë jam rome dhe ai nuk ishte rome, kupton? Dore bardh. Po, edhe nga kjo nuk i kam ashtu, nuk i kam kërkuar shumë llogari, më kupton? Ti përket komunitetit rom, ndërsa ai ishte dore bardh dhe në një farë mënyre ke menduar se familja e tij nuk do të donte sinuse. Nuk do më pranonte, po. E qartë. Nga kjo nuk të mbula veç që të prezantohesha me familjen e atit. Por e kishe pyetur ndonjëherë? Të kishte treguar diçka? Nuk më kishte pyetur, më thaj që kam nënë, babai, motra, vëllezër, tha i kam në Shkodër, tha jetoj në Shkodër. Nuk është se i kam pyetur shumë herë. E dashur Esmeralda, por bashkë sa jetuat në Durrës me qëra? Nja 5-6 muaj, po. Por në këto 5-6 muaj, kur e merrte nëna, babai, motra në telefon, ai i kishte treguar që bashkëtonte me ty? Përpara meje, ai nuk ka folur asnjëherë me ato. Në syrin tim, kush e mirte në telefon, ai hikte, sa herë diste jashtë. Thoshte që po më merr familja. Nuk e di, ndoshta mund ta ketë bërë fsheras nga familja vet ai këtë, unë nuk e di. Se nuk e kam pyetur ndonjëherë. Por çfarë ndodhi më pas? Më pas, mbasi vura celebrimin me të, mbas 10 ditëve, më tha do të lej tha 600.000 lekë, ti kesh për vete, tha se për një muaj tha unë do lëviza, do kthehem prap. Mirë, tha shumë, kisha besim ke ai, më kupton? Ju kishit rënë në dashuri, e donit atë djalë. Po normal, unë mos ta doja nuk e bëja të gjë, më kupton, si çdo femër që bie dashuri dhe edhe gabon. Po? Edhe hiku, nuk u kthyma. Tani vajza, unë tani e prita 1 vit, 2 vjet, e prita që ai të ktheheshte, ai nuk është kthyer më. Pyetja shokun e di vazhdimisht emria në telefonin, po ja ku është se nuk më përgjigjet, nuk kam asnjë lloj kontakti me atë në telefon. Ai nga një herë thoshte që nuk e di se ku është, nuk po bëhet. Nga një herë thoshte më duket se ka rënë në burg, jashtë shtetit andej. Kisha asnjë lloj komunikimi me atë nëpër telefon, asnjë lloj numri, asnjë lloj gjë. Adresën e shtëpisë atit në Shkodër unë nuk e dija. Emrin e babait të mamas e dija, po tani nuk e mbaj më mend, se kemi kaluar dhe ca halle dhe nuk jam mbaj mend emrin e prindërve, se si e kanë. Edhe pastaj unë vendosa do mira prap, mora prap pastaj babain e fëmisë që kisha me vete. E dashur Esmeralda, që nga pak e çrregull pa të paragjykuar kjo jeta jote, ndalemi tek partneri jot i fundit dhe më pas do të dëgjoj që ti je rikthyer tek burri i parë. Por je rikthyer tek burri i parë, por e martuar s'ke qenë asnjëherë me të, edhe pse ke fëmijë. Je martuar me Shkodranin. Ligjërisht. Me cilibrim jam i martuar me Shkodranin. Ndalemi tek dita e fundit. Sa kohë u bë që ti nuk ke asnjë lloj kontakte me me burrin tënd, se ligjërisht ai njihet burr. Me Shkodranin sa vite u bë? Po bëja 7-8 vjet. 7-8 vite që ai është larguar. Dhe ti ke humbur Nuk ka bërë asnjë lloj kontakti me mua. Por përpara 7 viteve, kur ai iku, le të themi, të tha një vend se ku do shkonte? Po më tha që do iki në Belgjik, më duket se po në Belgjik do ikte. Kam një problem, tha do rri një muaj dhe do kthehem prap. Nuk të mori asnjëherë në telefon Asnjëherë nuk ka marrë, asnjë numër telefoni s'kisha nga ai çetësia. Pra, ai mori mbi emrin tënd në një farë mënyrë të shfrytëzoi. Po. Dhe iku jashtë Shqipërisë. Po. Se ku ndodhet, se ndodhet në burg, se është në Angli, se në Gjermani, ku ndodhet, unë nuk e di fare. Ashtu në Shqipëri, mund t'jetë edhe në Shqipëri, mund të kthyer, dhe nuk më ka kërkuar që të bëj divorcin me atë.
A je interesuar ndonjëherë në polici? Në polici, jo, nuk jam interesuar në polici. Në polici nuk jam interesuar se edhe burri që kam tani 2 fëmijë me atë nuk don që unë t'i bëj me polici ato gjëra. Jo, duke ditur që ligjërisht Shkodrani njihet si burri juaj, ti mund të shkosh në polici dhe të bësh një denoncim që ke humbur kontaktet, se ti kërkon ta gjesh atë. Logjikisht. Unë dua ta gjej, unë dua ta gjej, për arsye se dua vetëm thjesht të ecë librimin nga ai. Më kupton se nuk kam vetë mundësi që të hap gjyq të paguaj vetë gjyqin, edhe nga kjo më shumë kërkova ndihmë nga ju, nëse ju keni mundësi që të ndihmoni. Se dua të lëviz jashtë shtetit me burrin që kam tani, kam 2 fëmijë tani me këtë. Dua të lëviz, nuk lëviz do sepse ato fibrojnë si për atit, më duhet firma atit. Pse fëmijët janë regjistruar me atësinë e Shkodranit? Po, me atë. Të 3 fëmijët? Të 4, se 2 kisha me burrin e parë dhe 2 kam me këtë tani. Esmeralda, ti çfarë dyshon? Se tani me këtë histori që dëgjoj unë, ai të ka shfrytzuar. Ti çfarë dyshon? Përse e bëri këtë gjë Shkodrani me ty? Unë them se ai kishte ha vetëm fëmijët e mbiemrin tim dhe të hikte. Edhe unë nuk e mendova këtë gjë se ai do kishte këtë mendjen, që do mirte vetëm mbiemrin tim dhe do ikte. Nëse ai do të dëgjojë në këtë live, çfarë do i thuash? Unë do t'i them kaq, dua t'i them vetëm këtë që të vitë më heqi ciliprimin, kaq, se më kanë mbytur këmbët, nuk lëviz dot me fëmijët të ikë jashtë shtetit për një jetë më të mirë. Nuk lëviz dot, se më duhet firma atit. Edhe me burrin kam debate sa herë për këtë gjë, se më del shansi që të iki, nuk iki dot. Esmeralda, po çfarë ndodhi me jetën tënde? Kur ai iku, Shkodrani, të braktisi, të shfrytëzoi, u martua me ty vetëm për shkak të letrave, të merrte mbiemrin tënd dhe të dilte lirshëm jashtë Shqipërisë. Është e kuptueshme kjo gjë dhe u zhduk më pas. Çfarë ndodhi me jetën tënde? Unë ndeta te mamaja ime, mbas ndeta ja një vit, mbas një viti mora pra papën e fëmijës. Edhe ja me atë bëra edhe një çuf tjetër me atë dhe me atë po jetoj. Me të dytin në renditje? Po, që kam çupën, bëra dhe një tjetër, me atë kam 2 çupa me atë tani. Por, ti si u ndave me atë? Pse u ndave me burrin e dytë? Dhe për të pyetur pastaj... Unë ndava sepse gjendja ekonomike shumë keq, varfëria, nga varfëria vinë debatet, problemet në familje, këto ishin. Nuk isha ndonjë problem me rëndësi me atë. Po, me gjitha të ndeta prap e mora prap nga atë fëmijë, se kupton se edhe fëmija kërkonte të japin, se ishte e madhe, 6 vjeçe. Por ai në një farë mënyrë të fali që ti e le dhe ike me një tjetër. Po, më fali, për arsye vetëm se kisha një fëmijë me atë, prandaj më pranoi. Dhe ke bërë dhe një fëmijë tjetër? Po, kam edhe një gos tjetër tani, kam 4 vjeçe me atë. Dhe gjithë fatkeqësia është që fëmijët regjistrohen në emër të Shkodranit. Po. Vetëm këtë problemi kam me burrin që kam tani me babain e fëmijëve. Vetëm këtë problemi kam nga cilibrimi. Por nëse ai nuk të dëgjon dhe nuk reagon, Esmeralda, unë po flas shumë hapur me ty, duhet i drejtohesh ti gjykatës për të bërë divorcin, sepse është një problem shumë madhor që fëmijët janë regjistruar në një trum familjar që për atësi nuk e kanë atë baba. Po. Por tani unë dua ndihmën tuaj, nëse ti më ndihmon dot, nëse nuk më ndihmon dot, pastaj se edhe bashkëshorti nuk dojnë që unë t'i bëjnë nëpër policira këto gjëra, se i vjen zor. Jo, ndoshta në polici jo, po ti drejtohesh gjykatës dhe të shkosh të bësh divorcin, kjo është rruga e duhur. Duhet që unë nuk kam gjendje ekonomike që unë ta hap vetë gjyqin të bëj ndarje nga ai. E qartë, por dua të them diçka, se shumë gra thonë që unë nuk kam para të bëj gjyqin dhe i lën këto gjërat i zvarrisin me vite të tëra dhe nuk e kuptojnë çfarë dëmi bëjnë në gjithë dokumentat jetësore të tyre dhe të fëmijëve, se ky është fatal. Por një divorc nuk kushton më shumë se 800.000 lekë. Dhe unë besoj që në 7 vite, sikur nga 100.000 lekë të kishe hequr çdo vit ti do ta kishe bërë shumën për të bërë divorcin. Sepse ndihma që ti jep Odeta nuk është hajde ti të pagoj unë ty divorcin dhe divorcohu ty. Nuk është kjo ndihma që jap unë.
Unë mund të të ndihmoj të gjesh një avokate që mos të marri shumë para, të ndihmoj me anën ligjore, të ndjeki dhe të bësh divorcin. Po, atë personin për shumë që unë kërkoj, ju për shumë nuk më ndihmoni dot që ta gjej. Po patjetër, unë merrem me këto histori, me persona që janë të humbur dhe mbi të gjitha në nuhatjen time, ky person nga Shkodra nuk është i humbur. Ndoshta mund të jetë në Burgën e nuk e dim të vërtetën. Por nga kjo që ti rrëfen, unë ka fol një herë vetëm, ka folur me shokun e atit, se e njifja ja kisha numrin dhe e kam pyetur. Edhe ka thënë që më duket se është në Burgë, në Belgjik. po nëse ai është i lirë, ka vazhduar jetën dhe i është dashur të ndryshojë mbiemrin për shkak të problemeve që mund ketë pasur në vendet e BE-s, dhe të ka shfrytzuar, kjo është një tjetër gjë. Prandaj ne të dy jemi sot këtu në këtë live që ti i bëre një thirrje që nëse ai të dëgjon, të reagojë dhe të vej ai i pari ta bëj divorcin sepse ti ke vazhduar jetën. Por fëmijët nga martesa e parë kanë kontakte me babain e tyre? Po ato janë në rregull, flasin me babain e tyre, unë nuk kam probleme nga ai, po problemin e atyre fëmijëve kam që po ti marr me vete të hiki, nuk i marr dot. Por bashkëshorti aktual, ai është i shqetësuar për këtë gjë, e dinte faktin që ti kishe bërë martesë ligjore? Po, ja kam treguar unë atit. Unë ja kam treguar të gjithë historinë. Por ai si ka reaguar? Ai më tha kështu që unë sa duam të largojmë sa me ty me fëmijë për një jetë më të mirë, por nuk po i kito, sa më ke lidhur këmbët pusot. Prandaj është e rëndësishme, Esmeralda, nëse ai nuk reagon, unë uroj dhe shpresoj që nga ky live ai djalë nga Shkodra që pas kujta vetëm japësh dhe emër dhe mbiemër, mos ta bëjmë publike fillimisht në këtë live, uroj që të reagoj dhe të japi divorcin, sepse ju s'keni bërë një martesë për të jetuar, por besoj ka qenë një martesë vetëm për dokumenta. Uroj që ai të reagoj, por dhe nëse ai nuk reagon, duhet i drejtohesh ti gjykatës për të bërë divorcin. Edhe pa prezencën e tij, ka një kohë të caktuar që ai nëse nuk paraqitet, gjykata automatikisht ta jep ty divorcin. Kështu që duhet ta bësh këtë hap edhe për fëmijët e tu, se pastaj ke një rrugë të gjatë e dashur Esmeralda, sepse për të njohur atësinë e fëmijëve duhet bërë një analizë DNA-je që t'u jepet atësia fëmijëve, se fëmijët aktualisht kanë një atësi tjetër dhe ke shumë rrugë të gjatë ligjore për të sistemuar gjithë ato dokumenta. Tani atësia e fëmijëve fillon ai? Po sigurisht, përderisa ti je e martuar ligjërisht me Shkodranin dhe i rikthyer te burri jot, te partneri jot, ke sill në jetë një fëmijë, ai fëmijë automatikisht është regjistruar në trungun tënd, bashorti jot ka marrë atësinë automatikisht. Edhe ai vet, nëse do hyj për të trequr një certifikat, do dali me fëmijë atje. Po, te mendova edhe unë e mendova këtë gjë. Që ai kur të heqi një certifikat për vetë do t'i dalin fëmijët të gjitha. Po pra, se ti ligjërisht je ende e martuar, figuron me letra me atë person. Prandaj po të them që është e rëndësishme që ti drejtohesh gjykatës, të bësh divorcin, se dhe ajo ka një kohë, le të themi, nuk bëhet brenda muajit, dhe pastaj të merresh me regjistrimin e fëmijëve për t'u dhënë atësinë, për njohjen e atësisë. Po, këto atësit bëhen me lekë. Po, duhet bërë një analiza DNA-je që e kërkon gjykata, po ka raste kur nëna e tregon që nuk është ky babai dhe babai biologjik e pranon atësinë, ndonjëherë refuzohet të bëhet ADN-ja dhe automatikisht mund të njihet atësia. Por që të duhet ta bësh këtë një gjë. Është e rëndësishme, fëmijët do rriten një ditë. Po pra, po edhe fëmijët do rriten, po edhe unë e kam të vështirë se dua të largojmë, nuk largojmë dot. Esmeralda, patjetër që ti nuk mund të dalësh dot jashtë Shqipërisë. Pa një prokuror të babait, ai s'është babai biologjik, por ligjërisht njihet babai dhe pa prokurorën e tij, ti nuk lëviz dot me fëmijët. Por gjithsesi unë uroj dhe shpresoj që ai person, i cili në një farë mënyrë të ka shfrytzuar për të marrë mbiemrin, të ndërgjegjësohet, të paktën të japi divorcin që ti të shikosh jetën tënde me fëmijët e tu. Unë du vetëm nga kjo më shumë për nga ty, dua që të për shumë të hapet që ky mesazh që unë po i dërgoj atit, dua që ai ta ngjojë ose njerëz të atit. Mamaja, babai. Mund t'i japim inicialet e atij personi, si fillon emri dhe mbiemri? Gjë. Me gjë, dhe ai ka marrë mbiemrin tënd Gjë Lushnja.
Por që është nga Shkodra, për afërsisht sa vjeç është? Po. Tani, nuk e di se sa vjeç vajtja, atë mund t'ishte një 31-32 vjeç. Ti ke 7 vite, i bie ti jetë 37-38 vjeç. Unë uroj dhe shpresoj që ky 38 vjeçar me inicialet G, por lushnja mbi emri jot, nuk po japim mbi emrin e tij real siç e ka, nga Shkodra, të na dëgjoj, uroj dhe shpresoj që edhe familjarët e tij nëse na ndjekin të reagojnë dhe besoj që ti ke një mesazh edhe për prindërit e tij. Po, të lajmojnë të kontaktojnë me fëmijën e tyre që të vitë ma heqi cilivrimin se më kanë mbyllur kombët 8 vjet në Shqipëri. Nuk po lëviz dot pa prokurorin e atij. Dua që ata të alarmojnë sa më shpejt të vinë Shqipëria t'i pagoj vetë ato qa kam atje, qa duhet të paguaj, t'i shpenzoj të gjitha vetë, se vetë e ka bërë të gjë, që më ka gënjur, është larguar 7 vjet, nuk ka asnjë lloj kontakti me mua, edhe të vi, t'i shpenzoj të gjitha gjyqjet edhe të ndaj sa më shpejt cilivrimin nga unë. Uroj dhe Më ka mbajtur të lidhur. Uroj dhe shpresoj të marrësh një zgjidhje, uroj që ky person të reagojë, ne të dyja do mbetemi së bashku në kontakt. Po. Kështu që të përshëndes Esmeralda, mirupafshim. Shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, e dëgjuam historinë e Esmeraldës, e cila i bëri thirrje bashortit ligjor me atë që është martuar ligjërisht, që nëse ai do e dëgjonte apo dhe familjarët e tij të reagonin, pasi ajo kërkon divorcin. Ai i ka marrë mbi emrin, ndoshta e ka shfrytzuar, ne nuk e dim ta themi këtë gjë, por ajo kërkon divorcin dhe të vazhdojë jetën e saj me partnerin që ka dhe me fëmijët, të cilët fatkeqësisht mbajnë atësinë e djalit nga Shkodra me inicialet G, i cili ka marrë mbi emrin Lushnja, por që ai nuk është babai i tyre biologjik. Uroj dhe shpresoj që kjo 38 vjeçare, kjo nën të marrë një zgjidhje, të marrë një përgjigje. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live për të vazhduar me historinë e radhës. Një tjetër personazh që kërkon që zëri i tij të dëgjohet këtu në live me Odetën, kështu që e ndjekim bashk. E dashur Ariste, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia, Odeta. Si jeni ju? Mirë, po juve. Mirë, jemi të dyja së bashku më në fund. Arrita qëllimit. Arrita qëllimi që ti ishe këtu në live me Odetën, sepse më ke dërguar mesazhe, më ke telefonuar, unë s'kam përshtatur dot mirë oraret, po jemi të dyja sot sepse ti ke një problem që kërkon ta denoncosh. Po, kam një problem dhe kam shumë vite, kam 16 vite. Po, do të dëgjoj. Që kam paguar lekët e shtëpisë, jam e vetmi atje në lagjen time, në lagjen 1 maj, lagja e Pyores, te plazhi i vjetër në Vlorë. Po. Jam e para që kam paguar lekët të gjitha, 20 milion lekë, bashkë me ato letrat me vlerë, si mund të thuash. Bëhet fjalë për çfarë viti e ke bler këtë pronën? Po thuaj në vitin 2016, jo. 2015-16, i kam letrat këtu, se nuk E qartë, ju ishit emigrante në Greqi dhe vendosët që me lekët me kursime të blinit një pronë, një shtëpi në Vlorë. Po. Çfarë ndodhi? Jo, e kishin zënë vendin. Burin ka ardhur nga Korça. Po. Kanë ardhur gjithë korçarët aty, se unë jam vetë nga Mallakastra. Po. Edhe zonë vendet si gjithë të tjerët, si më te Pyorja, si mund të thuash që është ajo ndërtesat e Pyores. E kam parasysh, toka shtetërore që u zaptuan nga persona të ndryshëm. U zaptuan. Po. Po. Edhe aty pastaj filluan që do bënin legalizimin e shtëpive. Ne ishim gati se punonim këteja, se ishim fëmijë të vegjël edhe nuk ishim shumë, si të thuash, punonim të dy burrë grua. Po. Punonim të dy burrë grua, i pagovëm lekët, na i bën kartat shumë shpejt, edhe i pagovëm lekët, në fund nuk na jepnin absolutisht asnjë lloj përgjigje. E dashur Ariste, çfarë viti jeni vendosur aty në Vlorë dhe zutat të tokën dhe ndërtuat shtëpinë që më pas bët procesin e legalizimit? Bëhet viti, shiko, unë jam martuar në 93-shin, edhe këta i kanë zaptuar në 91-shin, 92-shin. Dhe ju aty keni ndërtuar shtëpinë tuaj? Po, pra.
ndërtojmë shtëpinë tonë. Po mirë, tani më shpjego pak, kur nisi momenti i legalizimit, ku i paguat parat ju? Ne i paguam te noteria, tek Raiffeisen Bank. Por çfarë përgjigje ju dha Aloizmi? Mori lekët, shiko, Aloizmi me fjalë i bërën kartat shumë me fjalë shumë shpejt. Me fjalë doli përgjigja që mund të ta blija atë. Po. I pagova lekët, ka marrë të tëra dokumentat, i kam të tëra, që kjo është blerë, por nuk marrë dot certifikatën. Por përse? Çfarë ka ndodhur? Ku ka ngecur? Ka ngecur se më kanë thënë që do bëhet një rreth rrotullim tek shtëpia ime. E kap, le të themi, projekti që do bëhet aty. Projekt. Kjo do të thotë që ti nuk do më shpërblehesh? Jo, kjo ka dal nga ajo, me fjalë është rrëzuar kjo pjesa e kësaj që do bëhet projekti, si mund të thosh, projekti është rrëzuar projekti. Që nuk e ka në plan bashkia që të bëj projektin. Të bëja rreth rrotullimit. Por në atë moment që bëj kjo, që ishte ky projekt, Po. të gjithë aty rreth rrotullt me fjalë të shtëpisë time gjitonë të tërë, i kanë marrë dokumentat Odeta. Por juve me çfarë motivi nuk e japin dokumenta? Sepse juve le të themi paguat parat, e blet tokën që të bësh juaja, me çfarë motivi nuk ka dhënë? Çfarë përgjigje ju kanë dhënë? Pastaj nuk na kthejnë në përgjigje Odeta. Por nuk keni Nuk shkuar, na qasni fare brenda. por nuk e shkuar ti të hedhësh në gjyq institucioni se ti ke faturat që ke paguar para, ke dal blerësja e parë për ta blerë pronën dhe të zhdhënë e drejta e blerjes se ke blerë, ke hedhur parat, ti i ke të gjitha të vërtetuara, nuk e ke hedhur në gjyq? Odeta, ne nuk na kthente njëri përgjigje. Kur vajti kunati im dhe kunata që të pagoni lekët e tyre që kanë marrë certifikatën, Po. edhe dërgonin që i thuaj se burrin tim ma quajnë qerim. I thoni qerim pajollarit të vitë marri certifikatën, se i ka dal ajo. Janë gati ato Po pse nuk shkua ta mernit? certifikata. Pse nuk shkua ta mernit? Po pra, unë vija e shkreta e smuri ngjitesha në këmbë, se ati ishi rrugët, kur vini për na Luizëm ishi rrugët cop. Edhe vija në këmbë, kur them zia radhën shpejt. Po. Edhe vija i thoja që më kishi dërguar, po thoshin ata ju nuk kemi dërguar, s'ke gjë emër këtu, thoshin. Nuk të ka dalë. Kur vajti burri im para 3 vjetësh, Po. se kishin ardhur aty në arkiv në poshtë në Vlorë, Po. te bashkia më duket se nuk mbaj mend, e kishte thënë ai drejtori i asaja, i Aloizmit, duhet ta pezullosh, i kishte burrit. Pse? Jo, duhet ta vësh në arkiv. E dashur, e kuftoj, problemin i pronës që ti ke nuk është shumë i qartë me mënyrën se si po e shpjegon dhe pse është një problem madhor për ty dhe e kuptoj, por ajo që të këshilloj unë është duhet lidhesh me një avokat për të ndjekur gjërat në anën ligjore, për të ditur se ku ka ngecur problemi dhe pse ti nuk e merr dot atë certifikat. Është e rëndësishme të flasësh me një avokat. Po me kë avokat Odeta, ne nuk njohim absolutisht asnjëri, se kemi shumë vite. Unë kam 25 vjet këteja, burri im ka një jetë të gjithë këteja, që kur jemi martuar llogarit. Ndoshta të ndihmoj unë, pas kuintave të dërgoj një numër avokati që ti të flasësh, ti vësh në dispozicion të gjitha dokumentat dhe ai të shpjegojë dhe ti të mësosh rrugën ligjore që duhet të ndjekësh. Se është shumë e rëndësishme që të ndjekësh anën ligjore. Po, Odeta, unë jam pa shtëpi, nuk e di, po të shikosh shtëpinë time, është shumë gjëna. Është shumë gjëna. Kush banon në atë shtëpi sot? Asnjë nuk banon, ka qenë mbesa e burrit, pastaj iku ajo bëri shtëpinë e saj, tani shtëpia ime është pri bret zotit në mes Vlorës, të thuash që në mes kallamave është rrëzuar komplet e tërë shtëpia. Se nuk banoni, aty keni ikur, por ajo shtëpi... Nuk banojnë. Ajo shtëpi është e juaja, por ti, le të themi, nuk ta ka marrë shteti, por ti nuk ke certifikatën e tokës. Po,
pra, Ajo që unë pari të kuptoj. Mirë, Aristeni, do mbetemi bashkë në kontakt, do të ndihmoj për pjesën e avokatit që ti të mësosh rrugën ligjore. Më the që ke një jetë të tërë në Greqi, në çfarë vendi jeton? Unë jetoj në Gjithjo, Lakonia. Më merr ana e Spartit. Si është jeta aty për ty? E shumë e mirë jeta. Më vjen mirë. Për zotin, unë kam, me fjalë, shiko, po të punosh mirë të duan të gjithë. E vërtet. Po të punosh... Po nuk e ndërmend të kthehesh në Shqipëri, në Vlorën tënde të dashur? Dua të kthehem se, shiko, si unë dhe burri jemi në shtylla kurrizore nga puna shumë e rëndë, jemi shumë keq kur i thon asaj pune. Edhe duam të kthehemi të paktën të jemi në shtëpinë tonë. Kam 3 fëmijë. Me jetë i kesh, i ke të rritur besoj. Rrosh. Janë të rritur, vajza ka mbaruar shkencat politike dhe është në Bashkimin Evropian, punon me anë të dritat, si mund të thuash, Odeta, me elektrikun, si mund të thuash, shqip. Bravo, punon në pjesën e energjisë elektrike të Bashkimit Evropian. Energjisë elektrike, po. Bravo, më vjen mirë që fëmijët... Ndërsa djali punon me mahunet në Belgjik edhe ai. Më vjen mirë. E dashur... Edhe djali vogël diku punon me djatin. Punon me ndërtimin. E dashur Ariste, kush është mesazhi që do përcjellë ditën e sotme për problemin e pronës? Po, unë mesazhin doja të përcjellja, Odeta, që dua të marr certifikatën se i kam letrat gati. E qartë. Edhe dua që të marr certifikatën që unë të kthehem në vendin tim. Dhe të jetosh në Vlorën tënde të dashur. E kuptoj. Uroj dhe shpresoj që të marrësh një zgjidhje, ti ke bërë pagesa, i ke gjithë dokumentat, i ke faturat, që është gjëja më kryesore për të vërtetuar gjithçka. Do mbetemi bashkë në kontakt. Uroj që zëri juaj të dëgjohet dhe u bëft më e mira. Odeta, nuk e di çfarë do bëhet. Ti ke gjetur njerëzit e humbur, nuk do gjesh dokumentat e mia, moj Odeta. E uroj të ndihmoj, sinqerisht. Kështu që të përqafoj dhe të pudh nga Tirana. Edhe unë, Odeta. Mirupafshim e dashur. Me shumë dhimbje. Të besoj, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëjni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite jam live me këtë histori të vërteta, histori njerëzore që vinë kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. I takohemi nesër si gjithmonë ora 10 live këtu në YouTube me një tjetër histori. Mirupafshim.